it's me guys. Yes, if you're new, welcome. If you're not new, welcome back. Përshëndetje të dashur miq dhe përshëndetje miq të dashur, nuk e di pse unë duhet të plotësoj dëshirat tuaja gjithmonë dhe dëshirat tuaja janë nga dëshirat më të çuditshme që unë kam parë në jetën time, jo dash të çuditshme, nuk e di pse thash këtë, por janë dëshirat që unë të haj. Nuk e di pse keni kaq sheft më shihni duke ngrënë. Unë jam këtu për ju dhe unë jam këtu për ju për të ngrënë, që të më shihni duke ngrënë dhe jo duke ngrënë çfarë do lloj gjëje, por sot do haj kemi një challenge. Ne sot do ham çdo gjë që na sugjeron TikToku. Pra TikToku do zgjedhë se çfarë unë të ha për 24 orë. Pra ndryshe for you page në TikTok, besoj të gjithë e dini çfarë është for you page. Pra ti thjesht bën scroll dhe dalin video njëra pas tjetrës. Pra gjithë algoritmi i TikTokut është bazuar te preferencat që ke ti, nga videot që ti sheh më shumë. Teknikisht çdo gjë që mua do më dalin në TikTok sot, unë do ha atë gjë. Okej, nuk nëse del me një njeri ose në një kafshë do ha edhe një njeri ose kafshë, është ushqim, okej, jemi të fokusuar te ushqimi. Kështu që le të fillojmë direkt me video. Dëshirë është realiteti. Ky është kanali Hildes, nuk kam një intro të madh, kështu që po përdor këtë derisa të kem një intro tamam. Tani është kohë të ham mëngjesin. Kur them mëngjes është ora 4:05 e drekës, por nuk ka problem sepse unë nuk kam ngrënë asgjë sot, jam siguruar mos ha gjë sepse e di që në këtë video do ha shumë. Kur them do ha shumë, teknikisht do më 3 vake do ha sepse mëngjes drek dark, I guess. Por shpresoj shumë që videoja e parë që do më dalin në TikTok të jetë një mëngjes, të jetë ushqim mëngjesi, të jetë në një vezë, në një gjë thjesht për t'u bërë, sepse di që drekave dhe darka mund të duan pak më shumë punë, dhe të mos e zgjas më tepër dhe të vazhdojmë direkt. Is Max Richter the new morning with breakfast? Nuk ka mundësi. Video e parë që na doli në TikTok është një vajzë që nisi videon duke thënë breakfast. Shpresoj shumë të ketë bërë diçka super të thjeshtë për mëngjes. Shpresoj të jetë aq përtace sa unë. Shoh që ka një vezë në dorë pa e para akoma gjithë video në fillim i videos. Shpresoj të filloj të mbaroj të veza kaq. I'm gonna fry an egg. When I fry an egg, I like to add in some pesto. Okej, thotë që do skuq një vezë, por ndërkohë që skuq vezën, ka qef ta skuqi vezën me pesto. Sa të rrëndë më sajmë. On a piece of sourdough toast, I added 1 whole avocado. Okej, ka një... Pse po ja shpjegojmë ta shifni, ka një copë buke me avokado. They're dirty, so I add garlic powder. I know y'all hate me and garlic together. Some pepper and some lime juice. Usually lemon juice, but I don't feel like cutting open a lemon. Nga çfarë po shoh deri tani po më pëlqej shumë kjo video sepse është literalisht mëngjesi që bëj unë, që është tost me avokado, me vezë. Okej, nuk ka pesto, por që deri tani jam njeriu më i lumtur në botë. Nuk e dija që kjo video do ishte në fatin tim. Kjo video. Add your little pesto egg on top. I just mashed it while it was on the toast. Top it with some red pepper flakes. Obviously optional. This is just how I make mine. Taste test. Come on. Kjo ishte video më perfekte që mua mund të më dilte si video e parë, si video për mëngjesin, sepse është mëngjesi që unë ha gjithmonë. Unë i kam të gjithë këto përbërës në shtëpi, thjesht nuk kam pesto. Dhe tani nuk e di a quhet me hile, po unë nuk e ha peston fare dhe e di shumë mirë që nëse e blej peston vetëm për këtë video, dhe vetëm për një lug çaj të vogël kaq pestoje, e di që do mbetet frigoriferi dhe do prishet dhe nuk do hahet kurrë dhe unë nuk dua të shpërdoroj ushqim, kështu që unë nuk do bëj pesto, nuk është hile sepse sa vjen shpjegos nuk është hile. Rregullat i bëj unë. Sepse është video. Nëse nuk do blej pesto sepse sa po i shpjegova arsyet pse dhe tani le të ham direkt mëngjesin. Dhe ja ku jemi gati të bëjmë mëngjesin më perfekt që for you page i TikTok mund të zgjidhte për ne. Siç ju thash, kam çdo përbërës, vezë, buk, avokado, limon, krip, piper, spec djegës, na mungon vetëm dëshira për të jetuar. Fillimisht marrim tiganin. Tigan quhet kjo? Po. Hedhim pak gjalp, ndërkohë që ngrohet soba, më duhet t'ju them që nuk kam thekës buke normale, okay, por kam një toaster dhe bën të njëjtën punë që s'dua gjykime. Ndërkohë që ngrohet toasteri, do presim avokado në këtë mënyrë. Tani fusim bukën te toasteri dhe bëjmë krak vezën dhe hedhim në tigan, i hedhim krip, piper dhe i vëm kapakun këtij muhabeti. Jo, do i vëm kapakun tiganit sepse nuk dua që e verda të jetë shumë e qullët. Sa fjalë keqe e qullët. Tani nxjerrim bukën nga toasteri, i vëm avokado, krip, piper, limon dhe spec djegës. Veza mbaroi, kështu që vendosim vezën sipër dhe është momenti për ta provuar. Ju lutem më thoni, sa janë shanset? Janë shanset që unë të bëj një vezë të skuqur çdo mëngjes për 5 vitet e fundit dhe pikërisht sot
që unë e bëj këtë vezë të skuqur për një video në YouTube, e djeg. Si mund të djeg një vezë, si mund të ndali veza e djeg, si mund të gabosh në një vezë të skuqur. Me sa duket universi dëshiron që unë të dal e pa aftë sot. Taste test! Veza e djegur nuk ndihet fare që është e djegur. Buka me avokado ka dalë jashtëzakonisht më e mirë se që më del çdo ditë, nuk e di pse, ndoshta e bëra me dashuri për jush. Por është realisht shumë e mirë, jam e lumtur që nuk ndihet kjo veza kaq e djegur, por edhe pak e djegur që ndihet shumë pak, sikur jep një spice, një hit, jep një shkëndi, okay? Një shkëndi të mirë. Sado që u dojq veza, jam shumë krenare për këtë pjatë, është shumë e mirë, ju a rekomandoj ta bëni, unë e haj çdo mëngjes, do e haj të gjithë tani për mëngjes ora drekës, për mua është një 10 nga 10, okay? Dhe tani është momenti të ham drek. Shpresoj shumë që dreka të jetë një drek shumë e thjeshtë për t'u gatuar, nuk e di pse duhet i të vijë shumë shkurt, do të ishte një drek shumë e lehtë, në një sallatë, në një gjë shumë easy për t'u jo easy për t'u bërë, po easy për t'u ngrënë. E thjesht për t'u ngrënë, çdo gjë mund të jetë thjesht për t'u ngrënë. E kujt është kjo? E kujt është kjo? Me kë po më traktoni? Dreka. Hello? I'm bringing sexy back. Yeah! Le të gjejmë emrat e makaronave bashk, na falni të gjithë ju që jeni duke. A quhet kjo? A quhet, nuk e di a quhet. Është filter, nuk është njëri duke gatuar, nuk po tregon një gatim, por është filter makarona. Mbajtur aqërin, por më duk interesante, në këtë rast edhe praktikojmë italianshe, italisht. Italianshe. Makarone. Macarone, macaroni, tortellini. Okej, një sekond tani, a quhet sepse këtu në fund tregoj një pjatë me makarona të ndryshme dhe me salcë të kuqe dhe nuk e di nëse kjo është një shenjë, a quhet kjo si gatim, e di qa do e lëm në dorë të fatit, okay? Do bëj scroll deri në 10 video. Kjo që ka ditë anime me fat, sepse kaluam 10 video dhe me sa duket ishte në dorë të fatit që ne të gatuanim pasta, pra makarona me salcë të kuqe. Nuk e di atë quhet, është ushqim, mund ta ushqimi i parë që do mdalin for you page, kështu që po. Do bëjmë makarona, kështu që do bëjmë pene me salcë të kuqe. Falenderoj shumë Babi Culon për këtë video ekstravagante. Gatuajmë pasta. Dreka. Vazhdoj me drekën. Nuk më intereson, okay? Nuk më intereson nëse kjo nuk më doli në For You page në TikTok, nëse kjo quhet me hile, sepse unë do e pi këtë çdo ditë të jetës sime derisa të vdes dhe është. Besoj se e kuptuat para se ta nxjerra këtu në ekran, është normalisht Hila Summer Glow nga D'Angelo. Të gjithë e njihni tashmë nëse më njihni edhe mua, por ju që nuk më njihni mua dhe nuk e njihni Hila Summer Glow nga D'Angelo, ku keni humbur? Ku ishit? A ishit poshtë gurit të shtëpia e Patrikut ke SpongeBobi? Nuk jam mirë me këto comebacks, me këto diset, nuk bëj pra të punë, okay? Ky smoothie Hila Summer Glow në bashkëpunim me D'Angelo është smoothie më i shëndetshëm që mund të gjeni ever, është me lule shtrydhe, me avokado, me kos, me qumështar kokosi dhe me mjalt. Nuk ka asnjë përbërës artificial, është perfekt, okay? I love it. Ma bëni super shumë qefin kur më shkruani dhe më thoni se keni provuar dhe ju ka pëlqyer shumë, sepse si që kam thënë 20 herë deri tani në këtë video, apo se kam thënë akoma, nuk e mbaj mend, të gjithën këtë e bëj për ju, edhe këtë smoothie e kam bërë për ju, dhe mund ta gjeni në çdo pikë të D'Angelos, kudo që jeni. Pasi ta provoni, më thoni si ju duket, shpresoj shumë t'ju pëlqej, por nuk shpresoj se e di që do ju pëlqej, e di. Tani, unë do e mbaroj gjithë këtë dhe do lej pak vend për drekën, që do e përgatis tani. Ah po, aktiviteti im I preferuar, të flas italisht. E ora pasta con pomodoro molto bene. Okej, vazhdojmë. Pastat janë shumë të thjeshta për t'u bërë. Fatmirësisht kisha një kanaçe me salcë të kuqe në frigorifer, por kishte një javë që ishte hapur dhe po shpresoja mos të ishte prishur dhe nuk ishte prishur. Realisht çdo gjë që ka në favorin tim sot, me kaq fat që kam pasur deri tani, po I kitë hedh një butari, okay? Kthehemi në temë. Gjëja e parë që unë bëj është mbush tiganin. Tigan?
Jo, tenxhere. Mbush tenxheren me ujë dhe pres sa të zihet. Ndërkohë që presni një tigan tjetër, tigan? Jo, tenxhere? Se di. Vendos pak vaj, pak gjalp dhe pasi gjalpi është shkrirë hedh salsën e kuqe. Në këtë moment që shoh që uji po fillon të zihet, hedh diku te një lugë gjell krip. Për të siguruar që s'do bëj më shumë makarona si duhet, TikToku, sërish TikToku, më ka mësuar se mund të hedhësh makaronat në pjatën ku do hash, aq sa mendon se do të hahet, ndoshta çik më pak sepse pasi të zihen pastat zmadhohen. Dhe pikërisht këtë sasi hedhte uji i zier. Unë jam shumë përkatëse për të kontrolluar makaronat her pas here, kështu që vë direkt timerin në telefon sipas minutave që janë shkruar tek pakoja. Ndërkohë që pastat zihen, nuk e di nëse të gjithë bëjnë këtë ose askush në të gjithë botën. Duhet ta diskutoj tani këtë me dikë se ndihem shumë vetëm mua. Marr një gjysëm Marr në gjysëm, çfarë quhet kjo? Erza pule? Nuk e kam iden, por besoj se të gjithë e kuptoni se çfarë është kjo. E coptojmë dhe e hedhim te salsa sepse jep shumë shije. Kjo ka shumë krip, kështu që ne do i shtojmë vetëm pak piper, pluhur hudhre, rigon dhe pluhur speci djegës sepse ja adhuroj gjërat pikante. Ndërkohë që salsa gatuhet, makaronat mbaruan duke u zier. Marrim pak nga uji makaronave dhe hedhim te salsa. Ndërkohë hedhim makaronat te salsa dhe përzihen derisa të na duket sikur nuk pres dot më gjatë, thjesht do i hedh në pjatë tani dhe do i haje. Më në fund, momenti të ham drek, është ora 6, por nuk e dija që do isha kaq e uritur dhe nuk e dija që do më haheshin pasta me salcë të kuqe. Pra thjesht me salcë domatesh. Gjithmonë i bëj me salcë domatesh edhe ton, ose salcë domatesh, pana, diçka tjetër. Domethënë gjithmonë ka disa ingredientë të ndryshëm, kurse tani na ka rënë fati të ham vetëm pasta me salcë domatesh. Kështu që besoj se të gjithë e dini se çfarë shije kanë makaronat me salcë domatesh të thjeshta. Okej, normalisht nuk janë kaq të mira sa i bëj unë, sepse kështu që thjesht do e ham kështu siç janë, okay? Nuk ka asgjë kaq të mirë dhe kaq të thjeshtë sa makaronat me salcë domatesh. Kaq. Kur e mendon kaq e thjeshtë është jeta është thjesht një pjatë me makarona me salcë domatesh dhe ne mundohemi ta komplikojmë shpesh duke i hedhur pana ose ton ose diçka tjetër, kërpudha, gjëra të tilla, por në fakt është kaq e thjeshtë, është thjesht makarona me salcë domatesh dhe ti në fund fare thjesht duhet ta hash. Pjatë me makarona, jo jetën, okay? Ju e dini që unë kam pak të vështirë të jap një vlerësim 10 nga 10 ushqimeve, por është realisht thjesht diçka shumë e shijshme, shumë e thjeshtë për t'u bërë dhe shumë e thjeshtë në shije dhe është një 10 nga 10. Okej, nuk kam asnjë lloj ankese, është super, do e ha të gjithën. Dhe ndërkohë që unë ha gjithë këtë, vazhdoni dhe ndiqni video. Dhe tani, çfarë do ham për dark? Okej, e thash dhe për drek këtë, po dhe për dark do doja diçka shumë të lehtë. Unë nuk haj dark zakonisht, haj bullalliqe, haj ndonjë snack, do doja shumë të thoja që haj ndonjë frut, por bëj shumë gabim që nuk haj fruta, por ju duhet hani fruta, duhet hani perime, duhet hani shëndetshëm, mos merrni shembull nga unë, por unë po jap një shembull të mirë duke thënë që duhet i hani apo jo. Domethënë, bëni siç them unë, mos bëni si bëj unë. Ashtu shpreh, rrim shtrem të flasim drejt, rrim drejt flasim. Darka, mbetet për t'u parë se çfarë ka rezervuar TikToku për ne sot. Deri tani keni pasur super shumë fat nga 2 vaktet, kështu që e treta e vërteta, e treta e fundit, fati më i mirë prej gjithave, kështu që Unë jam i varur prej Tallavas. Më fal, nuk kam si mos ua tregoj. Dolën patatina këtu. A është kjo një shenjë? Nuk e besoj jo. Kam problem të dalet në publik. Më kërcen shpatull në publik. A është cringe shumë vje për të qeshur me këtë? Sëmundja fatoni të ndryshoj gjithçka në jetën tonë. Jam shumë kurioze nga çfarë të shkëputur ky klip, pra ka qenë emision, ka qenë një video YouTube-i, nuk është thjesht një TikTok, sepse nuk është në atë formatin e TikTokut. Dua shumë ta di ku është gjeneza e kësaj videoje. Do I want to eat this for breakfast? Jo. No, I don't. But do I want my waist to stay snatched and beautiful glowing skin? Yes I do. Okej, ndoshta tani po, a dua që bilim të rri i holl edhe snatched? Po dua, tha. Po tani, shiko, unë thash që unë dua ta ha këtë gjë. Po kjo tha, shiko, a duhet ta ha këtë për mëngjes? Kështu që i bie që është një vakt mëngjesi? Nuk e di, thjesht dua të ha 2 vezë të ziera dhe thjesht
disa sardele për darkë, më duket si ndonjë ushqim që mund të japësh një papagalli, në një shpendi, Oreos, besoj se këto do bëj. Chocolate Labubu! Ah po, vakti më i vështirë për të përgatitur. Marrim një tigan tepsi tenxhere po. Tenxhere? Mënyra si zjej unë vezët është fus 2 vezët në tenxhere, shtoj ujë dhe i vendos të zihen. Kaq. Okej, jo. Në momentin që fillon uji të zihet, unë vendos direkt një timer për 5 minuta dhe kjo siguron që vezët e mia mos të dalin as super të ziera, as të qullta, sa fjalë keqe e qullët. Tani për sardelet, nxirrini nga konserva dhe vendosini në pjatë. Kaq. Vezët mbarohen duke u zier, kështu që i qërojmë, edhe qërojmë është pak fjalë keqe. I vendosim në pjatë dhe me sa pash në video, dukej sikur kishte hedhur piper dhe krip, kështu që ato do bëj dhe unë. Nuk jam fare entuziaste për këtë vakt, like vezët janë thjesht vezë të zira, mund t'i ha, nuk kam problem fare, por fakti që duhet ha sardele që janë thjesht sardele, idealisht thjesht sardele, thjesht do i haj kështu siç janë, nuk mundem. Dhe kombinimi të dyjave bashk, nuk jam gati. Okej, do ha fillimisht një gjysmë veze. Tani sardele. Okej, nuk është gjë më të mërshme në botë, po e di shumë mirë që kjo është vetëm kafshata e parë. Nëse unë do ha këto 3 gjysmat e vezëve që kanë mbetur, edhe këto 3 sardele gjigande, thjesht e di që në fund fare nuk do përfundoj mirë. Do ha pak nga pak dhe do ju tregoj se sa do kem ngrënë, sepse nuk do ta shihni mimikat e mia ndërkohë që i ha, okay? Do ju them nëse do jem gjallë ose jo. Okej, kanë kaluar diku te 5 minuta besoj, i hëngra vezët dhe kaq nuk mund të haja më tepër salmon se kaq. Më duket se kam ngrënë një të plot edhe gjysmën e një tjetri, kështu që kanë ngelur një gjys këtu. Nëse nuk doja ha më kurrë këtë vakt në jetën time, ishte super e pakëndshme për shqisën time të shijes. Dhe kombinimi i sardeles me vezë nuk duhet të ekzistojë. Dhe e di shumë mirë që ajo vajza në TikTok tha që unë ha këtë që të kem një bel sa më snatched edhe sa më të hollë edhe sa më të bukur edhe të mirë, por nëse kjo është çfarë unë duhet të bëj për të pasur një bel aq të mirë, nuk e dua fare belin, thjesht nuk e dua. Okej, po e bësh më dramatike se s'ishte aq të mërshme, por jo, faleminderit. Tani thjesht po mendoj faktin se si do duhet të flej me këtë shije në gojë. Like okej, do i laj dhëmbët 7 herë, po nuk e di. Kjo për mua ishte një nga 10. Dhe kjo, miq të dashur miq, ishte një video e plot ku unë ha çdo gjë që më sugjeron TikToku, pra for you page i TikTokut, por ushqimi im i preferuar, vakti im i preferuar nga të treja vakte që na ka sugjeruar TikToku është mëngjesi. Mendoj se ishte e pritshme, sepse siç u thash ha çdo mëngjes. Darka e kuptuat që nuk do ha më kurrë, nuk do e kisha ngrënë kurrë. Dreka ishte shumë bazike, ishte thjesht makarona me salcë, që okej janë shumë të mira, por mëngjesi ishte perfekt, ishte timing perfekt, fakti që një mëngjes më doli për të ngrënë mëngjes për mëngjesin e TikTokut të vakt të mëngjesit, është një 10 nga 10. Përshtypjet e mia për këtë video është që unë kurrë më në jetën time nuk do e lej në dorë të TikTokut të zgjedhij se çfarë unë të ha për 24 orë. Okej, ishte shumë okej me mëngjesin dhe me drekën, por darka më theu besimin. Ma theu besimin, nuk kam më besim te for you page i TikTokut për vaktet që më sugjeron. Kështu që jam një person me vullnet të lirë dhe mund të ha çfarë të dua, kur të dua, pa u ndikuar nga for you page i TikTokut. Po bëj kot, u kënaqa shumë, ishte një video shumë e lezetshme. Më pëlqejnë shumë këto videot ku unë lej në dorën e një U kënaqur shumë duke bërë këtë video, shpresoj shumë të jeni kënaqur dhe ju. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni subscribe tani. Bëni like, share, comment dhe mos harroni të lini koment për video që doni të shihni në vazhdim dhe unë do i bëj ato video për ju. Okej, dua sa më shumë sugjerime videosh, dua të di shumë se çfarë videosh dëshironi ju të bëj, okej? Sepse të gjithë këta e bëj vetëm për ju, siç e dini. Jo kam thënë shumë herë. Dhe le të shihemi në videon e radhës. Bye.